Atëherë, zoti Kasami, Vleni ka mbetur me një parti më pak, pra pa Aleancën për Shqiptarët. A e zbe kjo ndarje shanset tuaja për fitorin në zgjedhjet lokale? Fillimisht, më lejoni t'ju faleminderoj për mundësinë e intervistës dhe t'ju uroj 20 vjetorin e lajmit. Lajmi ka qenë vërtet për këto 20 vite një dritare e një lajmi të mirëfill dhe informimi të mirëfill qytetarët. Urojmë që të keni sa më shumë për vjetor. Koalicioni Vlen, kur është themeluar si një frymë e ndryshimit dhe përfaqësimit të shqiptarëve. Ka qenë një kërkesë e kahmoshme e shqiptarëve që gjithë spektri i atëhershëm opozitar të bëhet bashkë. Ne dim që nga 2002 e këndej ka pasur vazhdimisht kërkesa që partitë politike të grumbullohen spaku në di kampe politike, duke pasur parasysh që në njërën anë për një periudhë të gjatë BDI ishte në pushtet, në anën tjetër kishte shumë iniciativa politike, parti politike, por që asnjëherë nuk arrin të bëhen bashkë. Edhe përkundër faktit që në shumë raste vota anti-pushtet, anti-BDI ka qenë shumë më shumë se sa vota por për shkak të kësaj shpërndarje të votës opozitare nuk u arrit që të bëhet ndryshimi shumë më herët. Dhe përfundimisht me koalicionin Vlen, vota opozitare u bashkua dhe rezultati erdhi. Pra duhet të them që Vlenin nuk e bëjnë partit dhe individet të cilët janë pjesë e Vlenit, por vlera e vetë Vlenit është pra bashkimi rreth një ideje për të sjellur ndryshimin, për të përfaqësuar shqiptarët dhe për të bërë punë të mira për shqiptarët. Prandaj unë e kam thënë në raste tjera, po e përsëris përsëri, që çdo subjekt që largohet nga Vleni humb vetë subjekti dhe nuk humb Vleni. Sigurisht që në një moment dëmtohet ai projekt të cilin ne e kemi ndërtuar dhe vazhdojmë ta përfaqësojmë, por po ashtu kam thënë që gjithmonë aty ku ka largim ka mundësi edhe për ardhje të reja, dhe unë besoj që me atë që ne përfaqësojmë si Vlen dhe me dyert e hapura që i kemi për të ardhur edhe do kisha thënë faktorë të tjerë edhe në drejtim të asaj që jemi për sa i përket zgjedhjeve lokale, unë besoj që Vleni nga ky largim do dalë edhe më i fuqishëm me prurje të cilat do të jenë pjesë e Vlenit për të përgatitur në vigjilje të zgjedhjeve lokale. Mendoni që ishte i arsyeshëm gëzimi i BDI-s për ndarjen e Vlenit? Jo, nuk besoj, sepse BDI ka punuar gjatë. Për 20 vite sa ka qenë në qeveri dhe për këto gati një vit sa është në opozit, nuk ka pasur qëllim, mision dhe ide për të përfaqësuar shqiptarët. Ideja e BDI-s në vazhdimsi ka qenë për të përçarë shqiptarët, Maksima përçaj dhe Sundo. Dhe prandaj ata sot i gëzohen kësaj që ata e vlerësojnë përçarje, por gabojnë rënd për shkak se nuk është përçarë Vleni. Po e përsëris, përderisa ne kemi dyert e hapura për prurje ardhje të reja, sigurisht që ato dyert e hapura në kuptojnë edhe dikush që mund të devijojë të largohet, sepse është një projekt vullnetar, është një përfaqësim vullnetar i shqiptarëve përmes këtij projekti të quajtur Vlen, dhe unë vlerësoj që edhe një herë që BDI nuk ka arsye të gëzohet. Sigurisht që këto lëvizje i dha një shpresë BDI-s, i dha një hapësirë për të lëvizur në drejtim të agjendës së tyre, por duke pasur parasysh faktin që shqiptarët 20 vite kanë pritur që BDI të japë llogari për krimin dhe korrupsionin
që e ka bërë dhe kur ky krim dhe korrupsion nisi të marrë trajta të padive penale kundër funksionarëve të BDI-s, dikush tentoi ta shpëtoj, po unë besoj se kjo do të jetë momentale dhe na fatgjat do të vazhdoj betejë për kushtimin jon për të përfaqësuar shqiptarët dhe për të luftuar korrupsion. Sa janë gjasat që BDI të kthehet në pushtet nëse ju eventualisht nuk dilni mirë në zgjedhjet lokale? Ka gjasat që të ketë zgjedhjet e parakoshme? Unë fillimisht besoj që frima e Vlenit do të vazhdojë edhe më fuqishëm dhe besoj që kjo do të reflektoj më së shumti në zgjedhjet lokale, sepse ne vazhdojmë me po të njëjtin mision dhe të njëjtin qëllim që e kemi që për zgjedhjet lokale të si koalicion Vlen të përzgjedhim kuadrot më të mirë, menaxherët më të mirë në nivel lokal të cilët do të përfaqësojnë komunitetin dhe votuesit e tyre. Për më shumë që një ndër sukseset me cilat krenohemi ne si Vlen, përkundër asaj që BDI mundohet të vajtoj gjithandej se diskriminohen shqiptarët, për herë të parë, pra pushteti, qeveria ndan mjete të konsiderueshme për zhvillimin ekonomik lokal, për zhvillim të projekteve infrastrukturore kapitale për komunat. Dhe kur jemi këtu, sigurisht që përkushtimi jonë për të gjetur kuadrot më të mira që i kemi për menaxher kryetar të komunave do të jetë mbi të gjitha, sepse këto mjete të siguruara nga qeveria duhet dikush të di që t'i thith edhe t'i materializoj në projekte në përmirësimin e jetës së qytetarëve, që fatkeqësisht nuk ka qenë realitet me pjesën më të madhe të komunave të udhëhequra nga BDI. Ne kemi rastin e Kërçovës, një komunë që më shumti ka nevojë për investime kapitale dhe më spaku ka shfrytzuar mjete nga kredia që hungareze apo mjete të destinuara për përkrahjet komunave edhe në 2024 edhe në 2025. Tek kështu janë raste shumica e komunave të udhëhequra nga BDI dhe prandaj unë vlerësoj që koalicioni Vlen me përzgjedhjen e kuadrëve që do të bëjë për kryetarët komunave, kandidat për kryetarët komunave do dalë fitues absolut i këtyre zgjedhjeve. Zoti Kasami, dje Ali Ahmeti ju akuzoi për servilizëm në qeveri. Si komentoni këto akuzat të zoti Ahmeti? Po njeriu gjithmonë flet me fjalorin të cilin e njeh dhe me qasjen cilën e ka. Ali Ahmeti ka qenë servil dhe i ka shërbyer një herë vëmëroze, pastaj LSDM-s për 20 vite dhe për 20 vite nuk realizoi asnjë projekt të mirëfillt për shqiptarët. Koalicioni Vlen është këtu për të përfaqësuar shqiptarët dhe për të qenë partner i plot i vëmëros në këtë qeveri dhe këtë po e shohin në përditshmëri shqiptarët. Unë po e them vetëm një element që e plotson këtë që e thash. Në bashkëbisedimet që kemi pasur me zyrtar nga Kosova e kanë thënë hapur. Lëvizja e lirë mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës përmes sistemit One Stop ishte e pamundur me qeverisjet e BDI-s. Më thonë, duhet të vi koalicioni Vlen që kjo të jetësohet dhe sigurisht edhe projekte tjera që kanë të bëjnë me koridorin 8, me lidhjen e Tetovës me Prizrenin, me mbrojtjen e të drejtave kolektive të shqiptarëve. Koalicioni Vlen është këtu për t'ju shërbyer shqiptarëve. Ajo që ka qenë vokabulari dhe mendësia e servilizmit është e kaluar dhe ajo ka mbetur tek BDI, prandaj uroj që BDI të reformohet, të vinë një gjenerate e re të cilat kanë besim në vetveten, i duan shqiptarët, e duan Maqedoninë e Veriut, të punojnë në interes të shqiptarëve që përfundimisht Maqedonia e Veriut dhe shqiptarët janë pjesë e Bashkimit Evropian. Zoti Kasami, a pati gisht Ali Ahmeti dhe Edi Rama në përçarjen e Vlenit? Tash unë besoj që Ali Ahmeti në vazhdimsi e thash edhe po e përsëris më shumë ti merret me përçarjen e të tjerëve me idenë e përçarjes se sa me idenë e reformimit të BDI-s dhe ofrimit të një programi, të një oferte serioze për shqiptarët, sepse neve na duhet një opozitë e mirëfillt, një opozitë e reformuar, një opozitë e cila do të ofrojë diçka ndryshe për gjeneratën e re të qytetarëve të shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut. Dhe sigurisht që ai ka vazhduar, domethënë, edhe duke qenë në qeveri, por edhe duke qenë opozitë, që të punoj në drejtim të përçarjes së koalicionit Vlen. Sa i përket kryeministrit të Shqipërisë, nuk kam fakte dhe argumente
se është pjesë e kësaj loje dhe nuk mund të drejtoj gishtin, edhe përkundër faktit që unë në momente të caktuara kam shprehur qëndrimin tim se për shkak edhe ndoshta lidhjeve të gjata të bashkëpunimit institucional në momente të caktuara kemi pasur ndjesinë që kryeministri Rama është afër BD-s, është afër Ali Ahmetit, por po them edhe një herë unë nuk kam argumente për të drejtuar gishtin nga kryeministri Rama për përçarjen që po ndodh në këtë rast për largimin e Arben Taravarit, por gjithashtu unë në shumë raste publike kam deklaruar që për shqiptarët e Maqedonisë është shumë e rëndësishme që përkrahja nga Tirana dhe nga Prishtina të vinë në drejtim të përkrahjes së çështjes shqiptare dhe jo të subjekteve apo individëve të caktuara, qoftë tash pjesë të koalicionit Vlen apo të opozitës shqiptare. Vetëm atëherë kur Tirana dhe Prishtina do të përkrahin ide dhe projekte në të mirë të shqiptarëve, vetëm atëherë ne si shqiptarë do të jemi më mirë dhe më mirë të përfaqësuar në institucionet e shtetit. Prandaj edhe një herë unë vlerësoj lart angazhimin edhe të Tiranës zyrtare, edhe të Prishtinës zyrtare për të përkrahur shqiptarët e Maqedonisë së Veriut për të pasur një jetë më të mirë. Ju e akuzua Taravarin për bashkëpunim të fshehtë me BDI, ndërsa Taravari akuzoi parti tjera të Vlenit për padrejtësinë e partisë së tij. Cila është e vërteta e kësaj ndarje? A është e vërtetë se u bë bashkë tre parti kundër tij siç Shqiptash, unë mendoj që nuk ka nevojë me u marrë më shumë me këtë çështje, as zoti Taravari nuk ka nevojë të luajë rolin e viktimës, por as ne të akuzojmë, të vazhdojmë të akuzojmë për veprimet e tij. Fundja ne jemi njerëz të rritur, jemi politikan me përvojë dhe jemi përgjegjës për veprimet tona. Sigurisht që bëhet fjalë për struktura politike, të cilat kanë organet partijake, të cilat marrin vendime dhe qëndrojnë pas atyre vendimeve me rezultatet apo pasojat që do sjellen ato vendime. Prandaj edhe një herë, nëse zotri Taravari është i bindur se veprimi, hapi që e ka marrë është i mirë për partinë e tij, për votuesit e tij, nëse është i bindur se do të ketë rezultat në zgjedhje, unë besoj që nuk ka nevojë të akuzoj koalicionin Vlen për çfarë do loje që mund të ketë bërë, sepse ai ka thënë edhe në disa raste që vlerëson që dalja veçmas e aleancës është të maksimizoj votën e aleancës dhe qëllimi, fokusi i tij ka qenë partia, dhe nëse është kjo, atëherë nuk ka nevojë të akuzoj koalicionin Vlen, sepse fundja ka shpëtuar nga koalicioni Vlen dhe nuk është i dënuar. Gjithashtu unë e kam thënë dhe qëndroj në atë që e thash edhe në fillim të këtij emisioni, që koalicioni Vlen do të vazhdojë dhe më fuqishëm, dhe për mua shumë pak e rëndësishme është a është brenda koalicionit Aleanca për Shqiptarët ose jo, sepse frima e koalicionit vazhdon të jetë aty ku janë 4 parti politike, aty ku janë 107.000 vota, aty ku janë shqiptarët të cilat duan një qeverisje pak më ndryshe. Prandaj edhe një herë vlerësoj që koalicioni Vlen do të vazhdoj edhe më fuqishëm të përfaqësoj misionin të cilin e kemi pasur që nga fillimi, dhe është pak me rëndësi është aty brenda Aleanca për Shqiptarët dhe Arben Taravari. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje atë mision të cilin e kemi nisur, dhe veçanërisht tash për zgjedhjet lokale unë besoj që do dalim edhe më të fuqishëm se që kemi qenë. Keni deklaruar se do të kërkoni nga kryeministri Mickovski rishikimin e marrëveshjes së koalicionit. A do të thotë kjo që do të kërkoni largimin e Taravarit nga qeveria? Po e kam thënë dhe po e përsëris që kur jemi futur në koalicion qeveritar si koalicion Vlen, ne kemi pasur një marrëveshje ku jemi dakorduar për programin e qeverisë dhe jemi dakorduar edhe për përfaqësimin apo implementimin e atij programi përmes udhëheqjes dhe menaxhimit me dikasteret të caktuara. Sigurisht që vetë largimi i aleancës për shqiptarët kërkon një rishqyrtim të këtine relacioneve brenda koalicionit qeverisës, dhe është një çështje ashtu si edhe në fillim, kur jemi dakorduar si koalicion Vlen edhe koalicioni VMRO-s për të qenë partner në këtë qeverisje, sigurisht që përsëri ne do duhet të ulemi bashkë edhe të flasim për hapat e më tutjeshëm, duke pasur parasysh që Arben Taravari dhe Aleanca për Shqiptarët nuk janë pjesë e koalicionit Vlen, dhe çdo veprim më tutjeshëm do të bëhet në
bashkëpunim dhe partneritet të plot me këtë rast VMRO-n dhe kryeministrin dhe njerëz kryetarin e VMRO-s për të rishqyrtuar edhe një herë a qëndrojmë në ato postulate, në atë program të cilin e kemi dakorduar dhe sigurisht që të diskutojmë rreth asaj se kuadrot jemi marrë vesh që të udhëheqjan ato institucione si do të vazhdojnë më tutje. Më herët folët edhe për zgjerimin e koalicionit Blendet si dhe për prurje të reja. A ka deputet të Taravarit që mund të mbeten pjesë e grupit parlamentar të koalicionit Blendet pas largimit të ASH-s ka koalicion? Tash, unë mendoj që sa i përket prurjeve apo zgjerimit të koalicionit qeveritar, gjithmonë është temë e diskutimit, domethënë në gjitha qeverit edhe të kaluar edhe tani, por praktikisht po që kemi bisedime, kemi komunikime, edhe me parti politike, edhe me deputet të cilët sot janë pjesë opozitës dhe të cilët kanë shprehur gatishmëri që të jenë pjesë e shumicës parlamentare, por kjo çështje është më e komplikuar se sa do të vi dikush apo do të shkoj dikush, sepse po flasim për një qeveri veshmë të konsoliduar në pjesën më të madhe dhe sigurisht që çdo lëvizje më e vogël, çdo rokat në qeveri mund të rikthej kërkesat, apetitet, do kisha thënë të shumë individëve brenda koalicionit qeverisës për të rishqyrtuar edhe një herë pozicionet e tyre. Pra, këtë rast çdo lëvizje, do kisha thënë, e gurëve brenda kalas, këtë rast të qeverisë mund të sjell një ridefinim të komplet koalicionit qeverisë. Prandaj po them edhe një herë që do të jemi të kujdesshëm në këtë drejtim që këto lëvizje të jenë minimale, sa më të vogla, por njëherësh të inkorporojmë në qeverisjen e ardhshme edhe individ të cilët janë të gatshëm që të jenë pjesë e shumicës qeveritare. Kur jemi të individët, a mund t'i bashkohet Zjati Sela qeverisë? Po them edhe njerë që janë disa parti politike, duke pasur parasysh faktin që në pjesën, do kisha thënë, të koalicionit të BD-s kanë qenë dikund 9 parti politike pjesë të atij koalicioni, të cilat parti disa janë parti individ, pra me një deputet, disa janë me 2 e me më shumë deputet, dhe nga gjithë ky spektër më i shpërndar brenda opozitës, brenda koalicionit të shqyrtuar europian, sigurisht që ka bisedime me më shumë faktor dhe unë besoj që me disa nga këto faktor bisedimet mund të rezultojnë edhe në përfshirjen e tyre në qeveri. Me zoti Selën keni kanale komunikimi? Kemi kanale komunikimi me eksponent të Zjadin Selës, më thonë edhe eksponent të koalicionit Vlen kanë komunikim me eksponent të Partisë Alasën për shqiptarët udhëhequr nga Zjadin Sela, por edhe njëherë edhe me partitë tjera të cilat janë pjesë të Frontit Evropian. Cilët janë kalkulimet tuaja, ku mund të fitoj Vleni në zgjedhjet lokale? Shqyqotash, edhe këtu ka qenë një ndër dallimet të cilat i kemi pasur me Arben Taravarin dhe Aleancën për shqiptarët, sepse unë kam besuar dhe vazhdoj të besoj që koalicioni Vlen do të jetë fitues absolut i zgjedhjeve që nga Struga deri në Likov, sepse për mua më me rëndësi është që do të zgjedhim të jetë kandidat për kryetar komune dhe sigurisht që ai kandidat edhe një herë është me rëndësi të fitoj, po më me rëndësi është që kur të fitoj të jetë në shërbim të implementimit të premtimeve parazgjedhore. Dhe kur jemi këtu, unë besoj që me gjitha mundësi që i kemi si koalicion Vlen për zgjedhje të kandidatëve, brenda koalicionit, partive përbërëse të koalicionit, por edhe faktorëve të tjerë të rëndësishëm të shoqërisë shqiptare Maqedonisë së Veriut, do të përzgjedhim kandidatët më të mirë dhe do të dalim fitues. Dhe do të nisim menjëherë edhe nga Struga, kur edhe përkundër faktit që kishte dilema se është vështirë të fitohet Struga, unë besoj fuqishëm që me këtë ambient që ekziston, me kandidatët e mundshëm të cilët i kemi diskutuar brenda koalicionit, sigurisht që
është shumë e mundur që koalicioni vlen të dalë fitues në Struk dhe duke radhitur të gjitha komunat deri në Likov, më konkretisht edhe rastin e Kërçovës. Ne vetëm e kishim të përcaktuar dhe të definuar deri diku edhe kandidatin për Kërçovën që të qëndrojmë të gjithë të bashkuar për një kandidat shqiptar i cili sigurisht që do të kishte gjasa shumë reale për ta bërë ndryshimin edhe në Kërçovë, sepse fatkeqësisht po e them edhe një herë që në Kërçovë janë realizuar më pak projekte edhe përkundër faktit që BD ka pasur edhe pushtetin lokal edhe pushtetin qendror. Pra, unë besoj fuqishëm që shumicën e komunave shqiptare me shumicë shqiptare Maqedonisë të Veriut nga dikun 6 meca janë dikun rreth 10 komuna do t'i fitojë koalicioni Vlen. Do të shkrihet Vleni në një parti para zgjedhjeve lokale? Po, përsëri edhe këtu ka qenë dallimi. Ne nga fillimi kemi thënë që koalicioni Vlen ishte një projekt i suksesshëm dhe si i tillë duhet të vazhdoj edhe më tutje të përfaqësoj shqiptarët, po tani më duke shkuar në një hap tjetër drejt integrimit në një strukturë politike. Dhe këtu kur nisi ky debat brenda Vlenit, përsëri erdhi ajo ideja e ndarjes, do kisha thënë, përkundër faktit shumica e antarëve të Vlenit përfshi dhe përfaqësuesin e vetëvendosis apo frymën e vetëvendosis brenda koalicionit ishte që koalicioni Vlen të shkojë drejt bashkimit dhe integrimit më të fuqishëm, më të plot drejt një strukture politike. Në këtë rast Alianca nuk ishte e gatshme që të jetë pjesë e këtij projekti dhe nga momenti kur dolën edhe këto shqetësime sa i përket shkuarjes në zgjedhjet lokale me lista të veçanta apo edhe me një bashkëpunim të mundshëm me BD-n, ne patëm, do kisha thënë, një arsye shtesë që të vazhdojmë procesin e integrimit në një parti politike dhe dominoi argumenti që Vlen duhet bëhet një subjekt politik para zgjedhjeve lokale, edhe pse duke më herët kur ishte pjesë e këtij koalicioni edhe Alianca për shqiptarët kishte edhe ide që kjo shkrirje, ky bashkim të jetë pas zgjedhjeve lokale. Nga ai moment vetëm ka një dokordsi të plot mes gjithë antarëve të Vlenit që Vleni duhet të shkojë drejt një subjekti politik, një partie politike para zgjedhjeve lokale, si e tillë të garoj të fitojë zgjedhjet lokale dhe pastaj të vazhdojë misionin që cilin e ka marrë. Zoti Kasami, kohëve të fundit janë publikuar disa shkrime për mbi ndërtime pa leje në Tetov. A i keni mbyllur sit para ndërtimeve pa leje? Jo, një ndër misionet të cilat i kam pasur në Tetov ka qenë ruajtja e interesit publik, pastrimi i hapësirave publike apo lirimi nga uzurpimi i hapësirave publike dhe gjithë tetovarët e dinë që ja kam arritur këtu. Sa i përket ndërtimeve, shikoni, është absurde disa individ apo disa mediume të më akuzojnë se Bilal Kasami dhe administrata e komunës Tetovës për krah bizneset, apo bizneset kërkojnë dhe komuna ju ndihmon. Po patjetër, po e them publikisht që Bilal Kasami do ju ndihmoj gjithë qytetarëve, po edhe bizneseve. Përderisa deri në ardhjen time në krye të komunës Tetovës, shumë biznese të suksesshme nga Tetova shkonin të investojnë në Shkup, për shkak se dyert e komunës i kishin të mbyllura. Komuna e Tetovës është në shërbim të tyre dhe gjithë ata biznesi janë kthyer në Tetovë dhe ne do t'i ndihmojmë. Në Tetovë nuk ka ndërtime pa leje, në maksimum punojmë që edhe ata ndërtime të cilat nuk kanë qenë të përfshira në planet urbanistike, të nisura nga më herët, ti inkorporojmë, të jenë pjesë e planeve urbanistike dhe Tetova të ndërtohet me plan, me projekt. Me ardhjen time në krye të komunës Tetovës janë zgjeruar hapësirat publike, po punojmë të kemi më shumë hapësira të gjelbërta, më shumë hapësira për të lëvizur qytetarët dhe kjo është një fakt, që i pa evitueshëm, por një herësh ne edhe njerë po e them do të përkrahim bizneset shqiptare që të investojnë në Tetovë dhe Tetova të jetë një qendër e mirëfillt urbane me gjitha kushtet të cilat i kërkojmë. Pra po, ne do të përkrahim gjitha bizneset dhe po e bëj një apel të gjitha bizneset, jo vetëm nga Tetova, gjithandej ku janë, le të vinë në Tetovë të investojnë sepse dyert e komunës do të jenë të hapura dhe komuna e Tetovës me në krye Bilal Kasami do të jetë në shërbim të tyre. Një projekt i rëndësishëm për Tetovën ishte edhe ndërtimi i stadiumit. Kur pritet të përfundojë ky projekt? Në bazë të kontratës që e kemi për stadiumin, duhet përfundoj diku brenda 3 viteve. Në bazë të përcjelljes së punimeve që bëhen, ne jemi
në kuadër të dinamikës së paraparë, veçma ka marrë, të kisha thënë, formë tribina përballë tribunës kryesore e cila po ndërtohet, dhe unë besoj që brenda këtij viti, për të qenë edhe më optimist dikund ka vjeshta, të kemi të përfunduar tribunën e parë të cilën e kemi nisur dhe me këtë dinamik të vazhdojë edhe më tutje stadiumi. Sigurisht që është një ndër projektet kapitale më të mëdha për Tetovën, të cilën e realizon Komuna e Tetovës me resurset e veta, sigurisht në bashkëpunim me këtë rast partnerin kryesor që është kompania Ekolog. Faleminderit. Kish një kënaqësi, faleminderit juve.